inxhinierët e parë të minierave në Shqipëri, diplomuar në La Sapienza, mamaja ishte diplomuar në Korfuz, në shkollë grek, në shkollë franceze. Kështu që ambienti që shumë intelektual, dhe ata më thanë mua direkt, jo, Niko, mos më thanë mua, agronomia është një profesion, tha babai, ti do shkosh aty dhe do bësh më të mirë. Dhe sigurisht vitin e parë, isha me gjitha dhjeta, unë kisha një dëshirë, kisha një inat të brendshëm që desha shkollën, e desha me shumë zëmër shkollën, desha të bëhesha, domethënë, edhe më në fund kjo gjë u realizua, dhe unë fakt do ta shkëlqyeshëm aty, dhe pastaj më mbajtën si pedagog. Dhe ndonjë aty rreth 9-10 vite, dhe pastaj ndodhi përmbysja e madhe në vitin 1992. Dhe ministri 90-ën, po në 92-shin demokratët fituan. Po, partia opozitare. Partia opozitare dhe në atë kohë ministri i bujqësisë, profesor Recep Uka, me që se ishim pedagog të dy bashkë, ai më njifte, më tha mua, unë kam shumë nevojë për ty në Ministrinë e Bujqësisë, dua që të bësh reformimin e shkencës, dhe kështu që unë përfundova në Ministrinë e Bujqësisë, isha vetëm 30 sa vjeç në atë kohë, isha drejtori i madh i shkencës, domethënë në varësinë time ishin gjithë institutet shkencore të shkencës. Në Ministrinë e Bujqësisë. Në Ministrinë e Bujqësisë. Dhe unë atëherë kuptova që unë me atë dëshirën time të madhe, sigurisht isha pedagog që punoja shumë, kisha doktorat nga Universiteti Bujqësor. Do të kishit marrë doktorat. Doktorat e parë në ushqimin e bimëve. Po ju çfarë lëndë jepni në Unë jepja agrokimin, që është kimia e tokës. Kimia e tokës. Kimia e tokës, po. Edhe po aty pata karrierë të mirë në fakt, u bëra pedagog, u bëra zëvendës dekan. Isha pedagog, pastaj u zgjodha shef departamenti, isha i ri fare, u bën ca zgjedhje aty të mëdha, dhe unë u zgjodha shefi i departamentit të bujqësisë, isha shef i madh. Dhe pastaj u bëra zëvendës dekan i shkencës, dhe pastaj shkova në Ministrinë e Bujqësisë, dhe ku isha edhe drejtori i shkencës. Aty kuptova që në fakt duhej një reformë thellësore. Unë jam shumë i pasionuar mbas një aktiviteti që ne e quajmë institution building activities, domethënë për të bildur gjëra të reja. Dhe pata një ide për të krijuar një qendër të studimeve agronomike në Shqipëri. Sigurisht si ide që e mirë diskutova me ministri e pëlqeu jashtëzakonisht shumë, po më duheshin persona që më ndihmonin nga jashtë, dhe mora dy këshilltar. Mora një nga Anglia dhe një nga Amerika. Në 92-shin kjo. Në 92-shin, në qeverinë demokratike të 92-shin. Ata vinin sepse nëpërmjet ambasadës amerikane ne kishim mundësi që të ftonim njerëz. Edhe të tjerë vinin ndërkohë. Ishte koha kur Shqipëria po hapej. Edhe vinin këta. Dhe unë kisha dy nga këta, dy këshilltarë. Dhe së bashku me këta unë i thash idenë, ata më thanë mua, hajde ulemi tash ta përpilojmë, bëmë atë si ide dhe e paraqitëm. Njëri prej këtyre më pyeti mua, më tha, "Ore, ç'a dëshirë ke ti?" I thashëm, "Dëshira ime më e madhe është që të bëj një doktorat në Amerikë." I thash. I mat më ka thënë që, nëse ke në një mundësi shko dhe edukohu jashtë në ku tjetë, po shko dhe të marrësh një... Se i kishte edukimin për ndihmë. Ky tash më foli mua dhe unë i thash atij që shiko, unë njoh një profesor nga Universiteti i Georgias, të cilin unë e kam cituar në dizertacionin tim këtu. Që kisha shkruar unë këtu në Shqipëri, merrsha artikujt në atë kohë ishte shumë vështirë të merrja artikuj në anglisht, po ne gjeni mënyrat për t'i prurë. Dhe unë e citova atë profesorin. Tash ky këshilltari që kisha unë tha mua, ai filloi të qeshë, i tha që shikova, ky profesori në Georgia është një miku im i afërt. Kështu që çdo bëj unë, tha mua, do ta bie këtë profesor në Shqipëri. Wow. Edhe 2 muaj më pas profesori ishte këtu. Unë doda në Rinas, e mora e prita profesorin, edhe gjena pa që dërgova dizertacionin tim në Shqip, dhe i dërgova referencat, ku ishin gjithë referencat e ti aty. A i sa e pa më tha mua, wow, tha. A vjen me mua, tha, që të bësh një doktorat në Amerikë. Që fjala e parë. A shkojnë deri te bulevardit. I thashun, po unë dëshira ime kjo është, unë e kam gjitha për ty, më tha mua, do të jap tha assistantship, domethënë është pa pagesë për ty, do të marrim, ti do bësh mësimin aty me studentët, laboratorët dhe kjo gjë të jep drejtën në Georgia. Dhe aty unë mora pasaj Shkova, po fillimisht shkova si Fulbright. Në fakt unë u seleksionova nga qeveria amerikane si Fulbright Scholar. Shkova fillimisht në Virginia Tech. Sa ishte një vit? Ishte 6 muaj për mua. 6 muaj. Shkova 1 vit në Virginia Tech dhe pastaj shkova në Georgia për të bërë doktoratën. Tashi,
Sigurisht doktorata që në fushën në cilën unë isha bërë një herë doktor. Po ishte një çik më shumë e drejtuar në drejtim të mjedisit. Nga kimia e tokës, gradën doktor i shkencave në kiminë e tokës, në të fshirjet e bimëve, në Kamës. Në Kamës. Ajo ishte e dyta në Tash kjo Amerikë. është e dyta në Amerikë. Po. Dhe kjo është në mjedis, domethënë në mbrojtjen e mjedisit, kontaminantët, ndotësit, si lëvizin ata etj. Mi po që një fushë unë e kisha shumë qejf dhe studioja me dëshirë, por nga ana tjetër u krijua një farë boshllëku sepse unë thash që shiko, unë lëndë se aty në Amerikë ulet si student prap. Domethënë fillon dhe merr trajnime të vazhdueshme derisa merr doktoratën. Dhe shkruan dhe tezën. Por unë thash që shiko, unë përveç që do bëj një doktorat, do bëj dhe një master në matematikë të aplikuar, sepse kjo masteri në matematikë të aplikuar do më ndihmoj mua që të interpretoj rezultatet e doktoratës, etj. Kështu që në paralel unë bëra doktoratën dhe masterin në matematikë të aplikuar, dhe për 4 vjet më mbarova të dyja këto. Dhe thashun tash që kam të dyja këto degree me vete, unë do jem shumë competitor, do bëhem shumë, si thuash, competitive në marketin, në tregun e punës në Amerikë. Tregu i punës në Amerikë Ju nuk u kthyet këtu. Jo. Domethënë, në fakt, Shqipëria në atë kohë kalon dhe një periudhë pak a shumë. Unë graduova nga Universiteti Georges në 1998. E 98. 94-98 isha aty për 4 vjet. 94-98. Dhe 97 që një gjë shumë e ashtu për Shqipërinë. 98 që një ngjarje domethënë që vazhdonte të ishte e turbull situata këtu. Kështu që thash që Si mund të kthehesh këtu? ishte një çik e vështirë ajo çore. Dhe ku filluat punë? Dhe në atë periudhë unë kisha 2 fëmijë të vegjël, edhe ishte diçka e tillë. Edhe kështu që në atë periudhë unë fillova të aplikoj për punë. Edhe mbaj mend që aplikova rreth në 100 vende. Me zarfa. Kështu i kisha gjithë zarfat dhe i çoja gjithandej. Dhe u intervistova në disa universitete, biles u intervistova dhe në Cornell, që është Ivy League University. Pastaj u intervistova dhe në qendrën në cilën jam. Po? Edhe këta të qendrës u apasionuan shumë sepse panë që unë kisha bërë 2 degree në atë në kohë. Edhe këta ishin, domethënë, qendra ku jam unë është bën kërkime fundamentale, domethënë bën kërkime që janë thelluara dhe ata kanë parametra kur zgjedhin njerëzit. Tashi që të hysh aty është shumë competitive. Ka njerëz nga gjithë bota, Gjermania vjen aty, Franca, Anglia vjen aty, Dhe mes aty ishte edhe një shqiptar. Afrika dhe Amerika Latine, gjithë bota, Kanadaja. Domethënë gjithë bota konkurron për ato vende. Dhe unë arrita që të marr një postdoc aty, postdoc kërkues. Ndeja një vit si postdoc dhe pastaj më ofruan mua edhe këna. Po fati im i madh është që Në 2000. në 2000, në fati im i madh është që unë jam martuar me Odeta Qafokun. Një tjetër Qafoku. Po. Ajo është studiuese gjithashtu. Nga është Odeta? Odeta është me origjinë nga Tirana, ne u takuam këtu, u martuam këtu. Djali pa ikur. Pa ikur. Djali kur ikëm në Amerikë, djali i madh që 1 vit e gjysmë. Djali tjetër lindi atje? Djali tjetër lindi atje në Georgia. Ai ishte amerikan. Ai që amerikan.